Slovenia është bërë vendi i parë antar i Bashkimit Evropian që ka vendosur kufizime në furnizimin me karburant për të frenuar fenomenin e quajtur turizëm karburanti. Ky dukuri është shkaktuar nga arritja e çmimeve të karburantit për shkak të trazirave në lindjen e mesme dhe ndikimit të aleatëve të Iranit në gjirin persik, të cilët janë lojtar kryesor në tregjet globale të energjisë. Shumë vende po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve të karburantit. Në Sloveni kjo ka quar në turizëm karburanti, pasi shoferët nga vendet fqinje, veçanërisht nga Austria, përfitojnë nga çmimet më të ulta të rregulluara në Sloveni. 1 litër benzinë austrik kushton rreth 1.8 euro, ndërsa nafta rreth 2 euro. Në Sloveni çmimi është aktualisht i kufizuar në 1.47 euro për benzinë dhe 1.53 euro për naftën, edhe pse pritet të rritet. Sipas masave të reja, shoferët privat në Sloveni do të kufizojnë një maksimum prej 50 litrash karburant në ditë, ndërsa bizneset e buqi do të kenë një limit prej 200 litrash. Disa rrjetëshitës të karburantit kishin vendosur kufizime të tyre, për shembull, kompania hungareze MOL kishte vendosur një limit prej 30 litrash për klientët. Kryeministri i Slovenisë Robert Golob theksoi se nuk do të ketë mungesë karburanti në vend. Sipas qeverisë, kufizimet kombëtare do të zbatohen nga vetë stacionet e karburantit me punonjësi që duhet të sigurojnë se klientët nuk marrin më shumë se sasia e lejuar, ndërsa importuesit inkurajojnë të vendosin kufi më të rreptë për shoferët e huaj.